Një 28 vjeçar shqiptar i ka dhënë fund jetës në Australi ndërsa është vërtetur nga lartësia në qendrën tregtare të Adelaides. Viktima është identifikuar si Mario Bacaj, një ish futbollist me ekipin e West Adelaide Raptors. Ngjarja e rëndë ndodhi të dielën pranë restorantit 2 kW i vendosur në katin e 8 të ndërtesës. Shërbimet e emergjencës reaguan menjëherë duke dërguar në vendngjarje njësi të shërbimit të zjarfikësve, ambulanca dhe automjete policie. Ngjarja po trajtohet si një incident i lidhur me shëndetin mendor për shkak të depresionit, por hetimet vijnë ende. 28 vjeçari shqiptar ishte babai i një djali të vogël. Në një postim në rrjetet sociale, ekipi ka shprehur ngushëllimet familjes së Marios, duke e përshkruar atë si një lojtar të shkëlqyer dhe një mik që u desh dhe u respektua nga të gjithë në këtë ambient. Klubi është i pikëlluar nga lajmi për ndarje nga jeta të ish lojtarit ton Mario Bacaj. Mario ishte më shumë se një lojtar i shkëlqyer, ai ishte një mik që u desh dhe u respektua nga të gjithë në klub. Dëshirojmë të shprehim ngushëllimet tona të sinqerta për familjen në këtë kohë shumë të vështirë. Do të mbetesh gjithmonë në mendjet tona, shoku. U presh në paqe, thuhet në një mesazh të klubit.